Në mes të maleve shqiptare, mes tymit të betejave dhe eshtjes së kështjellave, ndodhi një nga tradhtitë më të mëdha në historinë e Shqipërisë. Jo nga një pushtues i huaj, por nga gjaku i vet. Emri i tij, Hamza Kastrioti. Kush ishte ky njeri? Pse e tradhtoi Skënderbeun, Xhaxhain dhe udhëheqësin e tij? Dhe çfarë ndikimi pati kjo tradhti në fatin e luftës kundër Osmanëve? Sot do t'rregojmë për një kapitull të errët të historisë shqiptare. Jemi në shekullin e 15. Perandoria osmane ka pushtuar thuajse gjithë Ballkanin, por në një cep të vogël të saj, Shqipëria po qëndron. Fal një emri të njohur që historia nuk e haron, Gjergj Kastriot Skënderbeu, heroi ynë kombëtar, i cili arriti të mbante të bashkuar princat e Arbërisë për plot 25 vite në një betejë të përbashkët. Por si ndodhi kjo tradhti historike? Kush ishte në fakt Hamza Kastrioti? Edhe pse ekzistojnë dokumenta historike për këtë figurë kontradiktore, ato nuk janë shumë të detajuara. Hamza Kastrioti përmendet në burime të ndryshme të shekullit të 15. Ai përmendet kryesisht në kronikat veneciane dhe ato raguzane, të cilat mbanin raporte të rregullta për ngjarjet në Arbëri. Në to përmendet Hamzai si pjesë e rrethit të Skënderbeut dhe më vonë si tradhtar që u bashkua Osmanëve.